Për lirin, për shtetin që gëzojmë sot, në fakt është luftuar shumë vjetë me dekadat të tëra nga personalitete e njerëz jashtëzakonisht të shquar të këtij vendi. Sot, me tekst të veçantë, do të flasim për kontributin e mësimdhënësve në këtë drejtim. Dhe kemi një personazh shumë të veçantë i cili na vije edhe në formë libri për krimtarinë së cilit është shkruar dhe është folur shumë, por përfundimisht është përmbledhur në një libër të fundit, në një libër të tërin kohëve të fundit nga autorja Vezire Krasniqi. Do të flasim për mësuesin Gjem Isuf Krasniqi, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm në kohën e okupimit të Kosovës, në kohën kur gjithçka mund të bëj vetëm të mësoj në gjuhën shqipe nuk ishte e pranueshme, në kohën ku të flisje shqip dhe të mësoje shqip ishte njëra prej rregullave që nuk duhej asesi të thehej. Gjithsesi, detajet më së miri për këtë libër do të na i sjell vetë autorja, të cilën kemi kënaqësi që sot e kemi në studio. Vezire, faleminderit shumë për kohën dhe megjithatë për këtë libër që ke sjellur që të promovojmë sot bashkë në Bomban. Përshëndetje Edona dhe për gjithë teleshikuesit tuaj, faleminderit shumë për ftesën. Ndihem vërtet e nderuar pasi rastisë të jetë dhe një datë kaq të veçantë, sikurse është edhe 12 qershori, dita e çlirimit të Kosovës. Andaj përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj, shqiptarët kudo që janë dhe ju uroj për këtë ditë kaq të veçantë dhe të madhe për popullin tonë. E vërteta është që e kemi bërë me kastile, si themi, promovimin e këtij libri në këtë ditë të veçantë, sepse konsideroj që njëri ndër faktorët kryesorë të lirisë që gëzojmë sot janë mësimdhënësit, ata të cilët kanë sakrifikuar shumë që brezat e ri, brezat të tërë të edukoheshin dhe të frymanin shqip. Por fillimisht, para se të flasim për librin, do doja të bëja një pyetje shumë personale. Si e kujton Vezirja ditën e çlirimit? E ke të freskët, po besoj në memorje këtë moment shumë të veçantë. Unë për vete po e them, e kujtoj që një ditë më parë shkonin një kolone madhe artillerisë serbe që largoshin nga fshatrat e Drenasit, edhe besoj, kujtoj shumë mirë edhe sot, kanë pas lëshuar një këngë Oj Lulia jo, diçka kështu, duke sikur edhe ata ishin gëzuar që përfundimisht po lenin luftën, por momenti më i madh dhe më i fuqishëm që po besoj se cili prej nesh e kujtojnë është kur në Kosovë hynë trupat e NATO-s. Po se kujton Vezirja, çfarë momentesh ke ndonjë gjë që e ke në mendje dhe sa herë që flitet për këtë temë, thua, po kështu ka ndodhur. Po sigurisht atë që thatë dhe ju, besoj që e ndjen se cili shqiptar i mundshëm në këtë ditë kaq të veçantë. Andaj edhe një dhe për mua, është një ditë në cilën kujtoj sakrificat e mëdha të popullit tonë, duke nisur nga luftrat e para të cilat janë bërë për bashkim të trojeve shqiptare, e deri te lufta e lavdishme e UÇK-s. Është një ditë në cilën ne reflektojmë dhe kujtojmë gjithë ata njerëz që bën atë shumë për këtë vend. Një ditë e cila na kujton njerëzit të cilët ranë, dhanë gjymtyrët e veta dhe gjithçka tjetër të mundshme, vetëm që ne sot të gëzojmë lirinë, dhe ata duhet i përshëndesim që gjithë familjet e tyre, pasi vërtet janë familje të shenjta. Andaj edhe për mua është një ditë jashtëzakonisht emocionale. Kush atë ditë? Si ishte për ty? Sa vjet kishe në atë kohë? Faktikisht, po, unë kam qenë në Prizren pas luftës, për shkak se unë jam lindur në Gjermani, dhe pas luftës kam qenë në Prizren, pasi ka përfunduar dhe lufta. Unë mbaj mend trupat e KFOR-it, edhe një gjë e cila më kujtohet, ka qenë një dhuratë cilën më pati dhënë një ushtar i KFOR-it, ka qenë një lodër e vogël. Ata na afruan, na përqafuan, na uruan për lirinë cilën ne do e gëzojmë pasi ne ishim të vegjël dhe shpresuan që ne vërtet të rriteshim në një vend të lirë për cilin luftuan gjithë këta njerëz. E bukur, faleminderit që ndave këtë moment me ne. Tani, flasim për librin që po promovojmë sot në Bomban. Pse zgjodhët pikërisht një personazh që është i një periudhë jashtëzakonisht të vështirë, të kohës kur të flisje në gjuhën shqipe dhe të mësoje për gjuhën shqipe, e thashë edhe më parë, ishte thyrje një rregulli goxha të rëndë dhe njerëzit dënoheshin për këtë. E vërtet. Unë së pari duhet ta përmend faktin që personazhi kryesor për cilin flas në libër është pikërisht gjyshi im. Unë në fakt nuk kam arritur asnjëherë ta takoj, për shkak se ai ka ndruar në jetë në vitin 1983, kohë në cilën unë nuk isha ende e lindur.
Dhe lidhshmëria bëri të vetëm për shkak se ne si gjenerat e re jemi rritur çdo herë me figurën e mësuesit Gjem, gjyshit tonë të dashur i cili bëri atë shumë për popullin e tij. Ai ishte mësuesi i parë nga fshatin e Gros i Drenicës, një njeri i cili i dha dritë shkronjave shqipe në fshatra të shumta, duke përfshirë rajonin e Drenicës, Llapushës, Anadrinis, duke hapur dhe shkolla të para shqipe. Është një njeri i cili takon një periudhë them të errët të arsimit shqip, për faktin se sikurse e përmendët dhe ju, njerëzit në atë kohë dhe sidomos fëmijët në shkollë nuk lejoheshin të flasin shqip. Një drejt e tillë i është mohuar dhe vetë mësuesit Gjem. Do më thë edhe nëse ka ndodhur që ti t'jesh në një klasë me vllajin apo me motrën tënde, është dashur të flasësh në gjuhën serbo-kroate, por që ka qenë një rregull cilën mësuesi Gjem dhe pa t'i thyer. Fatkeqësisht ajo është edhe dënuar nga dhaskali i atëhershëm. Andaj konsideroj që njerëz të cilët i bën ballë gjithë këtyre vështirësive dhe i thyen gjitha këto vështirësi të kohës, konsideroj që vërtet kanë një vend merituar në shoqërinë tonë. Andaj për mua ka qenë kënaqësi që të shkruaj këtë monografi. Mendoj që njerëz të shumt do mund të shkruanin për shkak se ka qenë figure njohur dhe do shkruanin me shumë dëshirë. Kam bini që është një përgjegjësi shumë e madhe kjo që i ke dhënë vetës. E vërtet. Unë ndihem shumë e nderuar edhe prej anës së familjes, cilët kanë zgjedhur që ta bëj pikërisht unë. Mirë po më duhet ta falenderoj dhe babain tim, profesorin Bashkim Krasniqi, i cili më ka ndihmuar në mbledhjen e materialeve, për shkak se unë isha në moshë të hershme kur filluam punën në libër. Punën kemi filluar nga viti 2008 në mbledhje të materialeve, takimin e personazheve të cilat kanë përfshirë jetën e mësuesit Gjem, duke përmendur nxënësit e tij të parë, kolegë të punës, bashkëkohanik të ndryshëm, bashkëfshatarët. Andaj ka startuar goxha herët, por që u përmbyll tek këtë vit. Tani, në libër e thatë që ka rrëfime, ka mendime, dëshmi të ndryshme që lidhen me këtë personalitet. Cilin prej tyre do t'a veçoje, cilin prej momenteve ndoshta që e ke ende në mendje të krimit, të këtij procesit krimit të këtij libri e ke më për zemër, sepse ju sigurisht jeni rrit me histori dhe rrëfimet që lidhen me gjyshin, në këtë rast me mësuesin Gjem, që nuk është thjesht gjyshi juaj, po ka qenë mësues i disa pjesë të Kosovës. Mendoj që ky njeri ka qenë i popullit. Përveç se ka qenë gjyshi jon, ka qenë njeri i popullit. Dhe njerëzit cilët e mbajnë mend kanë fjalë të mëdha për të. Andaj mendoj që secili moment i cili është përmendur në libër, po edhe përshkrimet e shumta, secila ka atë madhështinë e vet. Ajo çfarë do përmendja ndoshta do jenë ato tregimet e nxënësve të tij të parë. Ke ndonjë më të veçantë? Po, për shembull nga nxënësit e tij të parë kam të intervistuar Recep Zoga, një publicist i njohur, po tashmë i ndjer, ka qenë dhe Zonja Sherine, kanë qenë nxënësit në shkollën cilën mësuesi Gjem e ka hapur për herë të parë në vitin 1947-48, më pas luftës. Dhe mënyra se si ai përshkruan figurën e mësuesit në atë kohë është vërtet e jashtëzakonshme, duke përfshirë vështirësitë e kohës, pasi vështirësitë nuk nënkuptonin vetëm pjesën që e përmendëm ne që ata nuk mund të flisnin shqip, mirë po ishin dhe vështirësitë financiare, kushtet në cilat ata u rritën, kushtet në cilën ata mësuan. Andaj mendoj që janë tregime vërtet të jashtëzakonshme. Mirë po, pjesa më e bukur besoj është ajo kur përmendi faktin se si mësuesi Gjem u motivua, duke parë gjitha ato maltretime cilat u bën ndaj fëmijëve, kur ishte ky si nxënës, mirë po dhe gjithë shqiptarëve të asaj kohe, motive që ai e mori për të vendosur për të bërë mësues. Andaj betimi i tij, momenti i betimit mendoj që është një ndër momentet më të bukura të librit cilin do e veçoja unë. Tani, libri është në fakt si një lloj mesazhi për brezat e rinj, për të vlerësuar dhe për të çmuar edhe më shumë lirinë që gëzojmë sot. Si mendoni që do të ndikoj krejt ky rrëfim, krejt ky mesazh që në fakt ju jepni nëpërmjet librit tek të rinjët e vendit tonë? Unë mendoj që mesazhi do të ishte shumë i fuqishëm. Unë s'pari do përmend edhe faktin që mësuesi Gjem, përveç se ka qenë mësues,
para asaj periudhe ishte edhe luftëtar i luftrave të mëdha të asaj kohe për bashkim të trojeve shqiptare. Ishte edhe pjesëtar i luftës së Kolashinit, luftës së Rozhajës, luftës së Ploqicës, duke përmendur emra të mëdhejta asaj kohe, Shaban Polluzhën, Murat Smailin, Alosh Smailin, një njohur si Qarataja. Andaj jeta e tij ka përfshirë dimenzionet të shumta, atë të luftës me pushë dhe asaj me pend. Dhe gjithë ata cilët do e lexojnë librin, mendoj që do e marrin një mesazh shumë të fuqishëm për shkak se njeriu pavarësisht sfidave në jetë duhet t'ju bëj ballë. Edhe mendoj që ky ka qenë një person revolucionar për kohën e tij. Besoj që mund ta quaj ashtu përderisa bëri një hap aq të madh për popullin e tij për t'i dhënë dritë shkronjave shqipe, pasi ai ka qenë dhe antar i shoqatës Drita, bashkë me 2 bashkëfshatar të tij, ne e quajmë Pacin Laj dhe Nushin, kanë bërë edhe shpërndarjen fshihurazit librave shqip të asaj kohe. Dhe të mësosh abetare në atë kohë ka qenë goxha e vështirë, andaj besoj që ky njeri i bëri ballë vërtet një fortunë të kohës. A mund të themi që kjo shpërndarja abetare, ose ai momenti që më përmendë motra me vllau nuk kanë guxuar që të flasin në gjuhën shqipe, por është dashur në gjuhën e okupuesit. Ke ndonjë epizod tjetër interesant që do t'ja vlente ta tregoni para shikuesve tanë që ndërlidhen me këtë personazh? Mendoj që gjitha momentet e përmenduna në libër kanë atë madhështinë e vetë, sikur se e përmenda dhe më herët. Ndoshta do përmendja dhe pjesën e asaj që ky ka qenë shumë i dashur dhe me fëmijët, me nxënësit. Fakti që ky njeri eci këmbë rrugëve të fshatrave të shumta për të mbledhur fëmijë, kjo paraqet një kohë jashtëzakonisht të një mentaliteti, them ndoshta të largët të popullit tonë, kur njerëzit më përpara dëshirojnë që fëmijët të punonin se sa të shkonin në shkollë. Mendoj që ky momenti ku paraqes figurën e tij si një njeri i cili mblodhi fëmijët shtëpi për shtëpi për t'i dërguar në shkollë, tregon vërtet për punën cilën ai e ka bërë dhe admirimin për punën që kishte. A edhe në momentet kur fëmijët mungonin në shkollë, në një ditë të caktuar, shkonte në shtëpitë e tyre për të parë edhe për ditur arsyen se pse ka munguar. Është ndoshta arsyeja pse prindrit i kanë ndalur, për shkak të rrethonave të kohës, apo vërtet ishte për çështje shëndetësore. Andaj mendoj që kjo tregon shumë për vlerat e këtij njeriu. Që do të thotë nga ky libër mund të mësojnë edhe mësuesit e ditëve të sotme, në kuptimin që të vlerësojnë lirinë dhe kushtet në të cilat ata punojnë, dhe pse jo të mësojnë pakës më shumë edhe rreth qasjes që dikur mësimdhënësit kanë pasur ndaj procesit të punës, por edhe ndaj mësimit. Pse jo, ndoshta do të mund të bëjë edhe ndonjë studim krahasimtar i krejt asaj se si është zhvilluar dhe sa shumë ka ndryshuar mësimdhënia si proces në vendin tonë. E përmbledhet shumë mirë këtë pjesë. Unë tani më punoj edhe vetë si mësimdhënëse, për faktin se ne si familje kemi ndjekur hapat e gjyshit. Keni qëndru besnik profesionit të ti. Jemi munduar të paktën deri tani. Ka qenë dhe agja im, Fazli Krasniqi, i cili ka punuar si mësues. Hala ime, Drita Krasniqi, ka qenë poshtë mësuesja e pare fshatit. Babai im, cilin e përmenda më herët, profesori bashkim, 2 vëllezërit e mi, Fisniku dhe Gjema, i cili edhe trashëgon emrin e gjyshit, dhe tek tani unë. Edhe ajo që e përmendet ju është vërtet shumë e saktë. Unë mendoj që edhe mësimdhënësit duhet të reflektojnë ndaj asaj se si i kemi kushtet një sot, çfarë ofrojmë nxënësve të ditëve të sotme dhe të krahasojmë atë se si ka qenë më herët. Andaj besoj që do ishte një libër i mirë edhe për mësimdhënësit. Jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, Veziri, dhe unë do doja shumë të dija nëse Veziria do ta gjej përsëri vetën duke shkruar një libër tjetër, pse jo, ndoshta fiktiv, apo edhe ndonjë libër tjetër të kësaj natyre ku prezanton një tjetër personazh që sikur koha i ka lënë pak në hije dhe në kjo hija e harresës nganjëherë është goxha e keqe sepse humbin personazhe shumë të rëndësishëm të historisë sonë. Po, konsideroj që është e vërtet një gjë e tillë dhe kjo ka qenë fakt arsyeja dhe motivim kryesor pse kam dashur ta shkruaj librin. Ka pas shumë të tillë të cilët më kanë pyetur pse ke shkruar pikrisht për një njeri cili nuk e ke takuar, pasi përgjyshin besoj që të shkruante secili, mirë po kam shkruar për një njeri cili nuk e kam takuar asnjëherë, po
fjalët për cilat unë kam dëgjuar për një personazh të tillë, më kanë frymëzuar çdo herë në jetë dhe kanë qenë vërtet udhërrëfyese për mua dhe për gjithë brezat e familjes tonë që të mbrim aty ku jemi sot. Se i përket librave të ardhshëm, ky është libri im i tretë. Unë kam dhe një libër cilën vetë se kam të përfunduar, them të drejtën, por që kam dashur një herë ta lë të pres, një herë të jap pak kohë këtij libri. Të shoh si do mirë pritet edhe nga audienca, fatmirësisht deri këtu kam pas një mbështetje zakonisht mirë, edhe pse ka pak ditë që libri është përuruar. Andaj falenderoj gjithë ata cilët ishin edhe në përurim, po edhe pas përurimit më kanë uruar me fjalët më të bukura. Një moment ka qenë kur një kushëri ime e mori librin në duar dhe e përqafoi portretin e gjyshit, tha, më në fund e kemi edhe të shkruar gjithë jetën e tij. Po ky le të jetë një libër modest për punën cilën ai e bëri dhe me shpresën e dëshirën që gjithë ata njerëz që kontribuan për lirinë cilën ne e gëzojmë sot, edhe lirin si paqe, mirë po edhe për shkronja qipe një cilat sot i mësojmë pas një ngarkes, si kurse ka qenë të kaluarën, mendoj që këta njerëz duhet t'jenë të shkruan historinë tonë, pasi këta vetë historinë e kanë bërë. Më falenderoj shumë, së pari për librin e më pas edhe për kohën që keni ndarë sot për ne. Ju falenderoj dhe një herë shumë juve, andaj është kënaqësi që t'jem në studion tuaj, uroj herën tjetër dhe për një libër të ardhshëm dhe pse jo për suksese tjera. Me shumë kënaqësi. Faleminderit për kohën.